më e rëndësishme se sa individi, dhe më e rëndësishme se unë vetë është procesi i Kosovës, është shteti i Kosovës. Absolutisht I patash. Fatmir Limaj, dhoma ju shpall të pafajshëm për të gjitha pikët e aktakuzës. Unë ende jam I gatshëm për të thënë për Kosovën. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Si e pat edhe nga sigla e emisionit, mysafir ynë është njëri prej ish-komandantëve më të shquar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ish shef I grupit parlamentar të Partisë Demokratike në Kuvendin e Kosovës, ndërsa tani njëri ndër drejtuesit kryesor të PDK-s, zotri Fatmir Limaj. Zoti Limaj, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë të vëgjet. Ju keni qenë shpesh mysafir I televizionit të Kosovës, kurse për përcjelljen e procesit gjyqësor ndaj jush dhe ndaj bashkëpunëtorëve tuaj në Hagë është angazhuar një ekip I gjerë kuadrës të televizionit tonë. Prandaj tani pas 3 vitesh kemi nderin që në emër të stafit drejtues, të kolegëve tanë dhe të teleshikuesve të televizionit të Kosovës që të shohim se ardhe pas 3 vitesh në studion tonë. Faleminderit. Është kjo ndjenje e madhe e përgjegjësisë si për ne ashtu për ju. Faleminderit shumë për ftesën, natyrisht kam kënaqësinë që sot po I rikthehem publikut kosovar përmes Radio Televizionit Kosovës dhe është një kënaqësi e veçantë që kam rastin të ju drejtohem përmes valëve tuaja gjithë qytetarëve të Kosovës, shqiptarë kudo që janë. Zoti Limaj, ne ju kemi ftuar në RTK me njëherë pas kthimit tuaj nga Haga në Kosovë, por kjo intervistë si duket pak u zgjat. Pse u zgjat kaq tepër? Unë e di kërkesa juaj, që ishte krejt normale që sa më parë të jemi në studion tuaj, po edhe dëshira e qytetarëve të Kosovës ndoshta për të bashkëbiseduar përmes Radio Televizionit të Kosovës me mua ka qenë e pritshme ose më mirë më thënë në një mënyrë e pa diskutueshme, mirë po shpresoj që edhe ju dhe qytetarët e Kosovës me kanë mirë kuptuar me vetë faktin që unë kam pasur nevojë para se gjithashtu pak të pushoj në familjen time, pastaj të shoh dhe të përcjell zhvillimet politike që kanë ndodhur në Kosovë, s'ka dilemë që unë kam përcjellur nga atje, po është ndryshe kur je brenda në Kosovë, dhe kam shfrytzuar rastin gjatë kësaj periudhe përshimore që takohem me shumë miq, njerëz të skenës politike në Kosovë, qytetarë të rëndomt, njerëz të fushave të ndryshme intelektualë tanë, me qëllim që të kem sa më shumë informacione mbi zhvillimet e vendit tonë. Prandaj mendoj që kjo kohë pushimi ka qenë e nevojshme për mua personalisht dhe shpresoj që as ju as qytetarët e Kosovës nuk do ta shohin për të madhe ndoshta një vonesë të tillë për drejtim qytetarëve të Kosovës. Ndodh se ka kaluar një kohë nga përfundimi I procesit gjyqësor në Hagë, disa pyetje lidhur me të janë të pashmangshme në këtë bisedë të parë me ju. Ju dhe dëshmitarët e mbrojtjes, por edhe ata të prokurorisë keni hodhur poshtë të gjitha akuzat e prokurorisë dhe të qarqeve anti-UÇK. A kishit vështirë që të mbroni Kosovën dhe vlerat e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Hagë? Në procesi gjyqësor në Hagë ka pas një të mirë se përmes Radio Televizionit tuaj qytetarët e Kosovës kanë pas mundësi ta shohin dhe ta përcjellin pothuajse tërësisht zhvillime siç kanë ndodhur atje dhe më merr mendje se pjesa dërmuese e qytetarëve të Kosovës e ka përcjellë dhe ka pasur zhvillime se si kanë shkuar gjithë procesi gjyqësor. Padyshim nuk është e lehtë të jesh në situata të tilla. Nuk është situata të tilla dhe në rrethana të tjera është vështirë, po sido që të jetë ne arritëm me mundësitë dhe kapacitetet tona që të bëjmë asgjë më tepër përveç të mundohemi të tregojmë të vërtetën. Atë vërtetë ja bëjmë të njohur gjykatës, po edhe përmes gjykatës ja bëjmë të njohur edhe opinionin ndërkombëtar dhe atyre vendorë të cilët kanë qenë e nevojshme të njohin të vërtetën dhe të njohin gjërat të cilat kanë ndodhur në një periudhë caktuar kohore shumë të rëndësishme. Unë shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë dëshmitarët, si nga ana ata që thirrën në emër të prokurorisë, po edhe të mbrojtjes, të cilët kanë mbajtur një qendrim të drejtë, të cilët nuk kanë hezituar për të thënë të vërtetën, ashtu siç kanë ditur dhe kanë parë, posaçërisht I falenderoj dëshmitarët nga
komunitetin ndërkombëtar, domethënë statusit ndërkombëtar të cilët mund të them që kanë qenë jashtëzakonisht të drejtë për drejtë, jashtëzakonisht të sinqertë në deklarimet e tyre, deklarimet të cilat ose dëshmitë të cilat kanë ndihmuar jo mua personalisht, por kanë ndihmuar procesin gjyqësor në Hagë, kanë ndihmuar vetë gjykatën, sepse konsideroj që gjykatës së Hagës i ka interesuar e vërteta dhe mendoj që ajo vërtet dhe kjo e vërteta thënë nga këta dëshmitar ka qenë në shërbim të paqes, në shërbim të rujtjes së kredibilitetit të gjykatës së Hagës. Jo, gjatë dëshmisë suaj, pas tjetër keni deklaruar se në Scheveningen e keni ndier veten jetim. Pse? Ndoshta nuk ka qenë tërësisht e sqaruar, sepse në proceset e tilla gjyqësore, në procesin e dëshmisë duhet të jesh i kufizuar vetëm në çështje materiale të cilat i interesojnë gjykatës në rast. Dhe prandaj në shumë deklarimet të mia kam qenë i përkufizuar të flitet ajo që është në interes të gjykatës, ato që gjykata konsideron të domosdoshme për të ditur, duhet të ikur fjalorit politik dhe ditor të cilat nuk kanë peshë për gjykatën, prandaj në shumë raste kemi qenë të kufizuar në drejtimet që t'ia bëjmë sa më afër të vërtetën tonë gjykatës. E kam thënë fjalën të cilën e thatë ju për shumë arsye. Një nga arsyeja është se duke shiquar të burgosit e tjerë në gjykatë atje në Scheveningen, domethënë në Hagë, të gjithë kanë qenë të mbrojtur ose kanë qenë të interesuar nga qeveritë e tyre përkatëse, ndërsa ne shqiptarët të tre sa ishim në atë kohë, dhe pastaj na erdhën edhe të tjerët, nuk kemi pasur një përkujdesje institucionale, një interesim institucional nga ana e vendit tonë. Unë kam qenë i vendishëm atëherë dhe jam sot se institucionet vendore nuk kanë pasur kompetenca ku ta diun për të bërë hapa të rëndësishëm. Megjithatë, atëherë kam qenë i bindur, jam edhe sot se institucionet vendore kosovare kanë mundur së paku të interesohen dhe të marrin një vijë komunikimi me qytetarët e tyre. Ne në fundit jemi qytetarë të Kosovës dhe si tillë ka qenë obligim institucioneve vendore që të kenë këtë komunikim me qytetarën e tyre përderisa atje kemi pas statusin ende të pafajshëm, do të thotë të pagjykuar. Nuk është mirë të distancohet vendi nga qytetari i saj, derisa të kryhet procesi gjyqësor, derisa të kryen të gjitha formalitetet që duhet kryer. Çka kanë bërë institucionet tona konkretisht në mbrojtjen tuaj profesionale? Edhe deshta ta vazhdoj një çështje që mendoj shumë rëndësi. E vërteta atje ka qenë interes Kosovës, edhe sot është në interes Kosovës. Nëse jo për diçka tjetër, vendi tonë, institucioneve tona, u duhet e vërteta, sepse e vërteta dhe mbrojtja e drejtësisë do t'i shërbente ardhmërisë vendit tonë, do t'i shërbente proceseve demokratike në Kosovë. Për këtë fakt, duhet ne të përkujdesemi për njerëz të cilët i kemi në Hagë. Nuk është rasti vetëm tash, vetë flasim vetëm për Hagën, po është momenti i fundit ku mendoj që kapacitetet e institucioneve tona kanë shkuar në zhvillim e sipër dhe janë aq të zhvilluar sa që duhet fillojnë përkujdesen edhe për qytetarët e Kosovës që janë jashtë Kosovës. Këtu kanë fjalën edhe për mirëgjimtarët, të cilët kanë probleme të përgjithshme ditore. Dhe nuk duhet heqim dorë aq lehtë nga qytetari ynë. Fundit njerëzit të cilët kanë qenë të akuzuar në Hagë dhe janë të akuzuar në Hagë, nuk janë shkuar për çështjet e tyre private. Dhe është shumë e rëndësishme përfundimet e proceseve gjyqësore, është shumë e rëndësishme që ne t'ju ofrojmë të gjitha mundësitë për të ardhur deri te vërteta, për të kuptuar e vërtetën, jo për të mbrojtur krimin, po për të zbardhur të vërtetën, se zbardhja e vërtetës e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, mbrojtja e të vërtetës nga pjesëtarët e UÇK-s dhe ndihma e institucioneve për të mbrojtur këtë vërtetë është në shërbim të Kosovës. Unë nuk kam thënë rastisht në Parlamentin e Kosovës se vërteta ushtarët e UÇK-s është e vërtetë e Kosovës. Ky është një fakt. Ne kemi kaluar në një periudhë të caktuar kohore të lavdishme, si rezultat i së cilës Kosova e ka lirinë. Dhe nuk mund dikush aq lehtë të heqë dorë ose të kthejë shpinën nga zhvillimet që kanë ndodhur në atë kohë dhe njerëzit të lejen dhe të ballafaqohen individualisht me fatin e tyre, sepse ata atje nuk janë për çështjet e tyre personale e individuale, po thjesht janë nga se këtu ka ndodhur një proces, ka ndodhur një luftë, në të cilën luftë, pas luftës dikush ka shpallur dyshime se ka mund ndodh krime të cilat janë veprime të cilat janë të dënueshme. Dhe është e drejtë e tyre, e drejtë e secilit që të paraqet dyshime se ka ndodhur diçka jo ligjore. Sikur që është e drejta ynë e jone për të dëshmuar, argumentuar se
nuk ka ndodhur gjëra të tilla për cilat pretendohet nga pala akuze në Kosovë. Sa i kanë ndihmuar konkretisht institucionet tona në këtë drejtim që të mbroni luftën e UÇK-s në Hag? Po mendoj që qytetarët e Kosovës në përgjithësi dhe institucionet e dinë ndihmën e tyre, tash nuk dua të flas për veten time. Po dua të flas më tepër për djemtë të cilët janë atje. Ju dini që atje është Haladin Bala, është Lahi Ibrahimi dhe Idris Bala. Nëse s'kan bërë deri me tani, i thras, ashtu siç kanë thirrën edhe në kuvendin e Kosovës, që tani t'ju ofron të gjitha mundësitë dhe ndihmat atyre njerëzve që janë atje, sepse ofrimi mundësisë ata për të dëshmuar të vërtetën e tyre, përsëri po them, është në interes të vendit tonë, është në interes të ardhmërisë Kosovës. Kosova duhet të hinë në ndërtimin e shtetit pa hipoteka, Kosova duhet të ndërtojë historinë e saj të re pa dilema. Dilemat historike Kosovës dhe shqiptarëve kanë sjellë të lashe në të kaluarën. Mendoj që jam koha kur të gjitha dilemat, sado qofshin ato të dhimbshme, e vërteta duhet të dalë në sheshi. Dhe mendoj që institucionet vendore, kjo është obligimi parësor për ta bërë, për ta ndryshuar të vërtetën e vendit e tyre dhe për të ecur përpara. Gjatë kohës së qëndrimit tuaj dhe të bashkëtarët tuaj në Hag, ju kanë mbështetur qytetarët e Kosovës, po ashtu edhe pas kthimit tuaj nga Haga, ju kanë vizituar në vendlinjen e tuaj qindra mijëra qytetarë nga gjitha viset etnike shqiptare. Si e konsideroni ju këtë mbështetje të tyre? S'ka diskutim në këtu, ndoshta ajo që neve na kanë mbajtur atje gjatë gjithë kohës, e kam thënë në shumë raste përsëris edhe tani që në momentit kur s'kan funksionuar ata që duhet funksionojnë, përsëri ka ardhur shpreha ajo që i kanë mbajtur shqiptarët jo me vite, po thonë ndoshta me shekuj, ndjenja e solidaritetit dhe ndihmës së njëri tjetrit. Prandaj edhe në rastin tonë, duke falendëruar qytetarët e Kosovës, duke falendëruar mërgjimtarëve tanë që punojnë e jetojnë në perëndim, duke falendëruar firmave të ndryshme të cilat kanë ndihmuar vullnetarisht, na kanë ndihmuar në të gjitha drejtimet që të bëjnë sa më lehtë qëndrimin tonë atje, pastaj të ndihmojnë familjet tona në shkurë e ardhje, kanë ndihmuar në mjete financiare për qëndrimin tonë atje, domethënë kanë qenë ndihmë e gjithënshme nga qytetarët e Kosovës. Po ashtu, kanë qenë me qindra dhe mijëra qytetarë të cilët spontanisht vullnetarisht kanë ardhur, na kanë vizituar, na kanë lehtësuar gjendjen në cilën kemi qenë ne, na kanë mobilizuar, na kanë dhënë vullnet për të qëndruar, për të qëndruar në situatat të cilat kemi qenë, me qëllim që të themi të vërtetën tonë, me qëllim që të mbrojmë luftën tonë shërimtare. Dhe mendoj që si gjithë herë dhe këtë radhë qytetarët e Kosovës kanë qenë burimi i vullnetit tonë, burimi i forcës tonë dhe burimi e asaj që e ka vlerë për sakrifikuar për këtë vend dhe për këta njerëz. Edhe herë, unë mund të them që 3 vitet e mia të qëndrimit në Hag është dëshmuar në mënyrë të padyshimit se ky vend e ka vlerë, ashtu siç kam thënë, jo 1 milion jetë, por edhe më tepër e ka vlerë për dëm për ta, sepse këta njerëz pavarësisht problemeve të përditshme që kanë, pavarësisht vështirësive me që ballafaqohen, gjithmonë kanë gjetur kohën dhe mundësinë për të shprehur solidaritetin me neve dhe për të na dhënë motiv dhe forcë që dhe ne atje në mënyrë më të mirë të mundshme të mbrojmë veten tonë dhe të vërtetën për vendin tonë. Tani të kthehemi disa pyetje më aktuale. Pas 2 muajsh e gjysmë kthimi në Prishtinë, ju jeni rikthyer në skenën politike të Kosovës. Cili do të jetë roli juaj në Partinë Demokratike të Kosovës, në mesin e bashkëbashkëtarëve tuaj, bashkëthemeluesit së cilës parti keni qenë edhe ju? Unë para kësaj nuk i dua ti edhe herë ti falenderoj gjithë qytetarët e Kosovës. Ato që thash më herët e vullnet, dua ta them ta cekin një gjë që mendoj është e rëndësishme. Gjatë kohës sa ne kemi qëndruar në Hag për të solidarizuar, për të na dhënë mbështetje dhe përkraje në Kosovë për herë të parë, nëse jo, unë mendoj për herë të parë të paktën, qytetarët e Kosovës kanë reaguar si qytetarë, si popull, jo mbi baza partijake. Mbështetja që është treguar në qytetet e Kosovës, ndaj nesh, po dhe në emergim, ka qenë një mbështetje gjithë popullit të Kosovës, domethënë pa dallim përkatësie partijake. Kjo për mua ka qenë një shenjë vlerësuese të veprimeve të mia para se të shkoj në Hag, që tregon se veprimtaria ime politike edhe luftarake ka qenë veprimtari në shërbim të vendit tim, nuk ka qenë veprimtari e ngushtë partijake, në qëllim partijak. Po ja që në jetën demokratike dhe në të cilën jetojmë ne, padyshim që partitë politike janë institucionet e cilat janë instrumente përmes të cilat njëri ndërton vizionin e tij dhe vizion që dëshiron t'ia paraqet qytetarëve të Kosovës për ta ndërtuar ardhmërinë e tyre. Është një institucion demokratik, përmes të cilës shkon e merr udhëheqjen e shtetit dhe e paraqet vizionin për të mirën e vendit tyre. Prandaj,
Unë kërë e marrë në Prishtinë, këmë thonë qytetarëve të Kosovës se kjo është partia e Kosovës. Këmë thonë për arsye se kam di që aty ka njerëz të bindjeve të ndryshme politike, njerëz të cilët aty e kanë tejkaluar atë vijë partijake. Ky ka qenë një reagim gjithë popullor. Unë i premtoj sonte qytetarëve të Kosovës, pavarësisht në cilën forcë politike janë, pavarësisht çfarë bindje politike janë, veprimtaria ime politike nuk do të jetë veprimtari politike partijake, po të jetë veprimtari politike në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës e në shërbim të Kosovës dhe gjithë qytetarëve të saj. Partia Demokratike e Kosovës ose partitë politike në Kosovë, tani për tani janë të ngushta për vizionet shtetëformuese. Ne duhet i përdorim partitë politike për të ndërtuar shtetin. Unë kështu e kam konceptuar gjithmonë partinë politike, kështu e konceptoj sot dhe aktiviteti jam partijak është në shërbim të Kosovës, ku përmes Partisë Demokratike të Kosovës, që unë i besoj në vizionin e saj, në qëndrimet e saj, do të arrijmë që atë vizion të jetë në shërbim me çdo qytetarit të Kosovës. Prandaj siguroj edhe herë që veprimtaria ime politike do të jetë veprimtari në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe në shërbim të vendit për të ecur drejt ardhmërisë dhe perspektivës të vendit tonë. Tani, normalisht që unë jam aktivizuar në jetën politike të Kosovës dhe këtë normal që jam kthyer në Partinë Demokratike të Kosovës, në partitë të cilën kam qenë bashkëthemelues. Jam kthyer në Partinë Demokratike të Kosovës aty ku kam lënë nga se jam themelues i saj, nga se besoj në vizionin e saj politik, nga se besoj në potencialin demokratik, besoj në resurset njerëzore që ka ajo parti mbrana saj dhe jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës do të di që në këto rrethanat e reja të ndërtoj, të vazhdoj, të ndryshoj çdo ditë, që vizioni i saj të gjen vend dhe përkrahje sa më të madhe në mesin e qytetarëve të Kosovës, që vizioni i saj të jetë vizion modern për një shtet demokratik e funksional. Unë jam i bindur që me gjithë bashkëveprimtarët tonë do dim të ecim me kohën, të bëjmë ndryshimet adekuate. Vetëm njerëzit që ndryshojnë ecin përpara. Kjo është thënie nuk është e zbuluar, është thënë herët, edhe thënie e cila tregon qartë se vendet e cilat kanë vazhduar në ndryshime kanë ecur përpara. Prandaj dhe ne shpresojmë që me ndryshimet, duke i përshtatur rrethanat kohore, për t'i kaluar sfida me cilat ballafaqohet vendi ynë, shoqëria jonë do të dimë të gjejmë vendin tonë për të luajtur rolin konstruktiv të domosdoshëm në shërbim të atëdhjut. Në opinionin sidomos në disa media ka pas shkrime të tilla ku është thënë se Kinse Fatmir Limaj ka pas dilema se të kthehet apo mos kthehet në PDK dhe po mendon të formojë parti të re politike. Sa janë të vërteta këto? Ata të cilët më njohin mua e dinë që dy gjëra që s'ka mundë dhe zot mund kur të më infektojnë janë karrika dhe paraja. Domethënë unë nuk jam njeriu i cili mund do të bëj një hap të tillë. Dilemat që në shfaqen në këtë arsyeshme me vetë faktin pushimi im afër 3 mujor njerëzit kanë pas arsye të shfaqin dilema të tilla. Ndoshta ka edhe të tillë që janë të dëshpëruar, ka të tillë që presin. Domethënë ka nga njerëz të caktuar, njerëz të ndryshëm, mendime të ndryshme që janë për të respektuar. Po them përsëri, ndoshta kjo fazë e pushimit të 3 mujor ndoshta e ka ndihmuar këtyre dilemave. Për mua personalisht asnjëherë nuk ka pas dilemë ose unë të paktën mendoj që njëri që nuk ka dilemë në përcaktimet e tij. Po unë vetëm gjë që kam pas nevojë, e kam thënë në fillim kam nevojë për të pushuar, dhe asnjëherë s'kam pas në dilemë se ku duhet kthyehet. Dilemat më tepër duhet i shohim në atë se çka duhet bëjmë të ardhmen. Edhe ballafaqim me problem që të ballafaqohemi që sa më mirë të kalojmë këto faza me të cilat jemi tani, tepër të rëndësishme. Dhe unë jam i sigurt, të paktën mendoj që do ta jap kontributin tim në kuadër të mekanizmit ose në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës bashku me edhe me bashkëveprimtarët e mi, po ajo që është më e rëndësishme edhe me forca tjera politike. Koha sot është krejt ndryshe. Mendoj që është momenti i fundit ku forcat politike kosovare, njerëzit duhet të mblidhen, të mblidhen rreth koncepteve, rreth vizioneve në shërbim të vendit. Kosovës sot i duhen njerëz me ide shtetëformuese, po edhe me ide shtetë ndërtuese. Dhe nuk është më rëndësi se në cilën forcë politike janë ata njerëz. Më rëndësi që ata njerëz në ecje sipër ta gjejnë njëri tjetrin, ta mbështesin njëri tjetrin dhe ta ndërtojnë këtë shtet të cilën me vite sheku njerëzit kanë pritur, kanë dhënë. Çdo gjë kanë sakrifikuar qytetarët e Kosovës dhe meritojnë, nëse jo kur gjatë jetën, një sjellje të ndershme tonën, të sinqertë dhe të përbashkët në realizimin e këtyre interesave të tyre. Mbrëm në Hotelin Victoria në Prishtinë, Partia Demokratike e Kosovës organizoi një solemnitet rasti në rastin e rikthimit tuaj në këtë parti. Si u prit ky hapi juaj nga përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare dhe atyre vendore dhe mysafirëve të tjerë që ishin pranishëm në këtë solemnitet?
Po, mendoj që është pritur mirë, me që ato kjo pyetje duhet të drejtohet atyre, unë jam di mirë, mbrëm, është një akt më tepër një mirë pritje nga strukturat partijake, një rifillimi imi ose vazhdimi punës kur kam lënë e cila mund ndërprej para 3 viteve, dhe normalisht një ndihet mirë kur është në mesin atyre të cilët së bashku kanë ndërtuar diçka. E ne, unë jam i bindur që ne kemi ndërtuar një mekanizm politik, unë jam i bindur që ne kemi ndërtuar një vizion të ri politik, vizion që duhet quar përpara, duke shkuar, duke reformuar, duke e përshtatur kohë dhe rrethana me cilat po kalon Kosova. Shikues të nderuar, në vijim të ndjekim disa opinione të personalitetet të jetës politike dhe të asaj publike nga Kosova dhe Shqipëria lidhur me rikthimin e zotit Limaj në jetën politike. Besojmë se regjia do të reagojë sa më shpejt dhe do të ndjekim këtë kronik. Cili është vlerësimi juaj për rikthimin, apo më mirë të them për vazhdimin e aktivitetit politik të zotit Fatmir Limaj në Partinë Demokratike të Kosovës dhe përgjithsisht në skenën tonë politike? Po, unë shpresoj se kthimi Fatmir Limajt në jetën politike dhe shoqërore të Kosovës do të jetë një moment i ri dhe do të jap impulse të reja dhe dinamizëm të ri, jo vetëm jetës politike, po do të thosha më gjerë dhe shoqërore, sepse Fatmir Limaj, ndonë se i ri me moshë, është një personalitet i formuar, një njeri me interesime të gjera, një njeri i cili karakterizohet nga guximi, vendosmëria, qartësia e mendimit dhe gjykimit, dhe këto cilësitë të tij, këto virtytet të tij ai ka dëshmuar tashmë edhe në lufte, edhe në paqe. Unë shpresoj se kthimi i Fatmir Limajt në jetën shoqërore dhe politike të Kosovës, pas kësaj që përjetoi me Tribunalin e Hagës dhe pas këtë përvojës që ka krijuar, do të jap, si thash, nxitje të re politikës shqiptare, politikës së Kosovës, sidomos në këto momente vendimtare, por unë shpresoj se Fatmir Limaj dhe shokët e tij, të cilët e kanë edhe kapitalin e luftës, do të ndikojnë që në jetën tonë të frenohen disa dukuri negative, të cilat fatkeqësisht kanë metastazuar shumë, dhe shpresoj se Fatmir Limaj, që është njëkohësisht me sa e di unë edhe një dashamir i artit, letërsisë dhe kulturës, do të ndikojë që kjo shoqëri t'i kushtoj më shumë rëndësi asaj pjese të vlerave të veta që përbëjnë identitetin e saj. Fatmiri në këto rrethana, në këto ditë të vështira të Kosovës është i mirëseardhur dhe kontributi i tij është i jashtëzakonshëm. Ai ka gjetë një strukturë të organizuar ashtu thuajse që kalon, po ai sot e ka një rrethon krejt të reje politike dhe në këto rrethana të reja politike Fatmiri ka mundësi dhe do ta jep kontributin e vet në maksimum që Kosova të jetë një shtet demokratik i pavarur dhe sovran për gjithë qytetarët e saj. Mendoj që Fatmiri në Partinë Demokratike e ka hapësinën e mjaftueshme, e ka mundësinë që ta jep kontributin e vet, e ka dhe atë mundësi që të triumfojë pikërisht me politikën dhe me elanin e vet, me guximin e vet, me largpamësinë e vet politike që e ka, ai ta shfrytëzojë këtë mundësi që të ecim si Kosovë edhe një hap më përpara dhe më shpejt. Mendoj se Fatmir Limaj është një vlerë politiko-ushtarake e mirënjohur në jo vetëm qarqet e Kosovës, por edhe qarqet shqiptare dhe qarqet ndërkombëtare. Kthimi i tij nga Haga në mënyrë triumfuese, që shënoi jo vetëm fitoren e tij dhe të shokëve të tij, por edhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është një kapital i ri që e plotëson personalitetin politik të Limajt dhe kthimi i tij tash në jetën politike mendoj se është drejt për së drejti një kontribut në fuqizimin e proceseve politike në Kosovë. Dhe kur të merret parasysh që ne jemi tani në fazën e statusit final të Kosovës, mendoj se Limaj mund t'i sjellë shumë pra këtij procesi dhe unë e kam thënë edhe herave tjera që ai është i nevojshëm edhe në grupin negociator, por është i nevojshëm të inkorporohet edhe në strukturat udhëhecëse të Kosovës në mënyrë që atë çka e ka kriju me triumfin mbi drejtësinë ndërkombëtare le të jetë pjesë e themeleve të shtetit Kosovës, por edhe afirmimeve tona euroatlantike. Së është një zemër e madhe, së është një, si them, një preher i madh ku do t'i pranoj të gjithë ata që ja duan të mirën e Kosovës. Natyrisht,
ai ja dëshroi fitoren Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme, që është shumë normale për çdo parti politike në cilën ti punon, por mbi fitoren e Partisë Demokratike ai ishte për fitoren e Kosovës si shtet dhe fitoren e gjitha atyre forcave që në një mënyrë apo një tjetër me kaqik të vetin kontribojnë për atë fitore, kontribojnë për atë shtetësi. Mu për këte Fatmiri ishte i madhë se në asnjë sekond nuk foli për dhëmbjet e veta, nuk foli për gjitha ato travaje të cilat ai ka përjetu, por gjatë tankos foli për ne dhe duke dëgjuar atë, shihja një politikan të së ardhmes, një politikan që besoj jo vetëm që Kosovës i nevojitet, po i nevojitet edhe rajonit edhe Evropës. Ndërton ai është njeri që kërkon ndërton afërsi, nuk ka paragjykime, ja shtrin dorën gjithkujt. Ajo që është e mirë se Fatmiri mund të jetë një prej garantuesve kryesor të asaj që quhet edhe lëvizje e lirë, edhe shtrirje dorës nga të atyret me cilët dikur kanë qenë anën e kundërt, ose edhe më mirë që Fatmiri mund ndërtoj një politik të tillë të afërsisë me minoritetet, po Fatmir Limaj është njeri i së ardhmes të vendit. Unë besoj që edhe shpresoj që ai do ta bëj atë që ka premtuar dhe do ta bëj atë që e ka synim, vizionin. Ç'mendim keni për rikthimin e tij në politik? Mua më vjen mirë që zoti Lime më së fundi erdhi në tokën e vet për cilën ai ka luftuar bashkë me shokët e vet. Dhe edhe njerë të regoj që akuzat e ngritura ndaj luftëtarëve të UÇK-s kanë qenë të pa baza, me dokumenta ndoshta të influencuar nga qarqet serbe, dhe më mirë vonë se kur. Zoti Lima është kthyer përsëri dhe unë mendoj që ai ka shumë për t'i dhënë jetës politike në Kosovë, në emër të atyre shokëve të tij që sot nuk ndodhen të gjallë midis nesh, pra ka një amanet dhe ka një mision për ta parë sa më shpejt Kosovën të pavarur, bashkë me gjithë forcat politike që janë shprehur në favor të këtij opsioni. Pra, zoti Limaj, analistët, politikanët dhe gjitha mediat, rikthimin tuaj në PDK shohin si rast të mirë për reformimin e kësaj partie. Cili është komenti juaj lidhur me këtë? Normalisht njerëzit, unë i falenderoj për komentet e tyre, njerëzit presin nga unë, sikur po dhe nga klasa politike interesi për të realizuar synimet tona, synimet tona të përgjithshme po dhe individuale. Mos harrojmë se nuk është çështja e statusit krejt çka duhet bërë në Kosovë. Prandaj unë shpresoj që angazhimet e mia do të jenë në shërbim të këtij vendi, do të jenë më të mirë të mundshme të prezantuara edhe në veprime sipër bashkë me mendimtarët e mi, bashkë veprimtarët tanë, po dhe me klasën politike interesi në Kosovë. Unë përsëri siguroj që do të angazhohemi, do të punojmë që të mos i dëshpërojmë njerëzit. Ajo që është e rëndësishme sot në Kosovë, qytetarit në Kosovës nuk guxojmë ta dëshpërojmë, edhe ashtu mjaft i dëshpëruar. Në qoftë se këtij qytetarit të Kosovës sot ja merr shpresën, e cila vetëm gjë e ka mbetur, atëherë shtrohet pyetja me çka duhet jetuar. Unë mendoj që është momenti i fundit kur ne si klasë politike duhet para së gjithash të jemi të sinqert dhe transparent me njerëzit tanë, me qytetarët e Kosovës. Sado e dhimbshme qoftë ajo vërtet, është momenti i fundit ku politikani i Kosovës nuk guxon të bën politikë me qytetarin e saj. Duhet t'ia thëjë të vërtetën, duhet t'ia thotë gjërat që e presin, duhet t'i tregoj qartë për procesin politik. Se po shkojnë se në fundit shtrohet pyetja për çka bëhet politika. Në krye të çkafit jemi na dhe në shërbim të kujt jemi. Ne jemi në shërbim të këtyre qytetarëve dhe jo qytetarët në shërbim tonin. Jo ne ata të cilët nuk kemi kurrë të drejtë për të rezervuar informacion ne kur dojmë t'ia dhëmë qytetarit. Ato duhet të jepet sepse veprimtaria jonë politike ka efekte të drejtë për drejta në jetën e përditshme të qytetarit të Kosovës dhe ai njeri, ai qytetar ka të drejtë të di se në çfarë drejtimi po udhëheq klasa politike ose institucionet të vendit, çfarë drejtimi do t'i udhëheq ardhmërinë e tij dhe fëmijëve të tij. Prandaj unë mendoj dhe besoj shumë që në këtë drejtim do të mundohem të jap kontributin tim që para se gjithashtu jemi të transparent para njerëzve tonë dhe të bëjmë atë që duhet bërë. Thuhet se ky vit është shumë vendimtar për Kosovën. Këto ditë është aktuale vendosja e statusit përfundimtar të Kosovës. Si e shmoni ju disponimin e faktorit ndërkombëtar për të realizuar ëndrrën e kahmotshme të popullit të Kosovës për pavarësi dhe shtet sovran? Po më duket që gjërat janë qarta në raport me faktorin ndërkombëtar. Mesazhet nga faktori ndërkombëtar asnjëherë nuk kanë qenë më të qarta për Kosovën.
edhe për politikanët, po edhe për vetë qytetarët e Kosovës. Problemi është aty se mesazhet e komunitetit ndërkombëtar duhet të përkthehen, nëse mund ta them në mënyrë simbolike, të interpretohen ashtu siç vinë, të interpretojmë qytetarit për ta kuptuar qytetari jo. Nuk është mirë që mesazhet e faktorit ndërkombëtar të ndryshojmë sipas tekeve dhe dëshirave tona. Unë mendoj që njerëzit duhet të thotë qartë cili është mendimi, çka pret faktori ndërkombëtar nga Kosova. Jo, ne jemi dëshmitar të zhvillimeve të fundit të disa deklarimeve nga faktorët e ndryshëm ndërkombëtar shumë të rëndësishëm për procesin e Kosovës. Dhe mendoj që janë jashtëzakonisht impresionuese dhe premtuese deklarimet e fundit. Edhe në Këshillin e Sigurimit mbledhja që ishte, po edhe deklarimet e profesuesit të Britanisë Madhe, këto janë mëse të qarta se në çfarë drejtimi po shkon Kosova. Po unë kam si shprehje më tepër mirëmi ne si faktori politik në Kosovë, çka ne duhet bëjmë se sa të vazhdojmë mbesimi me atë çka thonë faktori ndërkombëtar. Detyrat që ne duhet i kryejmë nuk do të na kryej faktori ndërkombëtar. Ato duhet i kryejmë ne dhe ne duhet të ballafaqohemi me vështirësitë dhe problemet që na kanë paraqitur dhe do të na paraqitin në procese sipër. Është detyrë e kësaj klase politike të shkojmë te qytetari, të flasim me qytetarin dhe t'i tregojmë qartë për problemet me të cilat po ballafaqohemi, detyrat të cilat duhet i kryejmë, obligimet tona të cilat na presin. Ideja e standardeve të famshme që unë i quaj më tepër kritere demokratike. Njerëzit e Kosovës kanë përshtypjen që nuk e kanë të qartë çka në realitet janë ato kritere demokratike. Kanë përshtypjen që nuk ju ka shpjeguar ose sqaruar deri në fund çka në realitet janë këto kritere ose standarde. Nuk mjafton të përmendën ose të reklamuar standardet në për televizione me një fazë reklamash, ose përmes transparencët të ndryshme në posterave të ndryshme në për rrugët e qyteteve të Prishtinës, ose me ndonjë vizitë ad hoc në ndonjë vend ose vend tjetër. Njerëzve duhet t'ju sqarohet me gjuhën që e kuptojnë se kriteret ose standardet demokratike janë ato të cilat sjellin mirëqenie, ato të cilat i zbusin probleme sociale, ato të cilat e luftojnë korrupsionin, ato të cilat e krijojnë sigurinë për gjithë qytetarët e Kosovës, ato të cilat kriminalët nuk i lënë për rrugën e fshetit, por duhet ta marrin ato të cilën e meritojnë, se qëllimi dhe orientimi kryesor i këtyre kritereve ose standarde demokratike nuk janë pengesë për jetën tonë, nuk janë pengesë për statusin e Kosovës, po janë diçka të domosdoshme për shoqërinë kosovare, se është në shërbim të ardhmërisë së fëmijëve tanë, se ato standarde nuk janë paraqitur për të na penguar për të ecur rrugën përpara, po ato standarde janë para së gjithash për ta modernizuar shoqërinë kosovare, për ta ndërtuar këtë shtet që po e presim, shtet i cili do të jetë funksional dhe do të jetë në shërbim para së gjitha të vetë qytetarit. Domethënë, këto gjëra duhet të bisedohet drejt për drejt me qytetarin dhe jo të fillojnë nga distanca. Unë nuk mund ta pranoj që në njëjtën mënyrë, ashtu siç vjen faktori ndërkombëtar, na sqaron disa gjëra, të njëjtën sjellje ta kemi në klasa politike. Nëse faktori ndërkombëtar e bën mesazhin ndaj Prishtinë, një mesazh që është në shërbim të këtij vendi. Faktori ose klasa politike e Kosovës ka për obligim këtë mesazh ta largojë jashtë Prishtinës dhe shkoj cep Kosovës ta shpendoj. Politika ne duhet ta kemi qartë. Qytetarët e Kosovës nuk mendojnë çysh mendojnë 4 restorane në Prishtinë. Ka njerëz në Kosovë që më shpesh kanë shkuar në Shkup sa që ndalën nga Prishtina. Duhet shkojmë në çdo pjesë të vendit tonë, mbas pari të njihemi me problemet dhe shqetësimet që kanë qytetarët tanë. Dhe duke njohur ato probleme, duke sqaruar njerëzit, duke i treguar për pamundësitë që kemi. Është vërtet që ne jemi në gjendje të vështirë dhe nuk është lehtë të përmbushën ato që presin qytetarët. Mi po shumë e lehtë dhe më së e lehtë për të shkuar të biseduar me ata njerëz. Mos harrojmë ndonjë gjë. Ato që sot janë duke sakrifikuar qytetarët e Kosovës janë duke sakrifikuar në statusin final të Kosovës. Gjithë ato probleme sociale që kanë, gjithë ato vështirësi ekonomike me të cilat ballafaqohen, ato janë të bërë për një çmim, për çmimin e shtetit të Kosovës. Po ne duhet të shkojmë atje, pranë tyre, të sqarojmë, të bisedojmë, të tregojmë çfarë gjendje jemi. Po ashtu të tregojmë që këto mesazhe që na vijnë nga miqtë ndërkombëtar nuk janë pengesa, po janë shërbimi tonë, në shërbim vendit tonë. Dhe unë shpresoj që klasa politike e Kosovës do të flasë me gjuhën që e kuptojnë njerëzit e tyre, qytetarët e Kosovës. Klasa politike e Kosovës më shumë duhet të flasë për qytetarin e saj dhe në shërbim të qytetarit e saj sa për të kënaqur dikun tjetër. Sepse mendoj që
qelsi një procesi të mirë fill dhe të shëndosh, qelsi një komunikimi të shëndosh në mes klasës politike dhe qytetarët Kosovës është transparenca, sinceriteti, ashtu si që në gjërat duhet të thuhen. Me mija herë kanë dëshmu këta njerëz se letë është qeverisit me qytetarët të Kosovës, sepse ta e në gatshëm, ende të sakrifikojnë, ende të ballafaqohen me këtë vështirësi në emër një çështje më të madhe. Mirë, po njerëzit tanë, ata irritohen në qoftë se shohin se veprimet tona nuk shkojnë në drejtimin e duhur. Veprimet tona irritojnë qytetarët e Kosovës, ja kthejnë shpinën e qytetarëve të Kosovës. Këto janë gjërat të cilat do ta dëmtojnë procesin e Kosovës. Unë shpresoj që ne si klasë politike do të jemi në krye të detyrës, do të jemi para së gjithash edhe të përgjegjshëm, edhe të ndershëm, po edhe transparent para njerëzve tanë. Kështu evitojmë edhe respektin nga faktori ndërkombëtar. Po çka mendoni për reagimet e Beogradit rreth Kosovës në Këshillin e Sigurimit dhe reagimet ndaj vlerësimeve të grupit të kontaktit? Janë krejt normale për mendimin tim. Reagimet nga Beogradi që vijnë janë krejt normale, nuk është e lehtë. Unë po marr një shembull, ndoshta mund t'ju duket banal, po mos harroni, ka njerëz këtu që ka uzurpuar banesën Prishtinë për 5 vjet, edhe mas 5 vjetë mendojnë që është e tij banesa dhe kërkon një çmim për me lëshu banesën. Ka ndodhur qytetarët e Kosovës. Serbia ka uzurpuar Kosovën 80 vjet dhe normal që edhe ajo mendon që ka të drejtat e saj këtu, nga ona tyne. Dhe këto refleksione ne nuk duhet më marrë si diçka që vijnë ku me ditë sa të madhe, është diçka që nga ona tyre ata shohin si pretendime legjitime. Po ne këtu duhet bëjmë tjetër ato që duhet bërë, duhet jemi në krye të detyrës. Çka duhet bërë? Unë mendoj që klasa politike e Kosovës duhet sa më shpejt të merr çështën e duart e saj, të demonstroj, jo vetëm të deklaroj një barasi qytetare për gjithë qytetarët e Kosovës, ajo duhet demonstruar në çdo ditë, në çdo moment. Jo të shkojmë të vizitojmë një familje serbe ose një familje bosnjake, vetëm kur të na thot dikush nga ndërkombëtarët, po këtë duhet bërë për të mirën e Kosovës. Këto duhet bërë sepse ata janë qytetarët e Kosovës, për shkak se vetëm kjo është e ardhmja e Kosovës, po jo të shkohet sipas porosive. Po kur dalin qeveritarët tanë, kur dalim ne në terren, duhet i vizitojmë edhe disa familje tjera shqiptare të cilët kemi gjendje katastrofale, probleme sociale, familje të dëshmorëve, invalid të luftës, domethënë, është momenti kur klasa politike duhet ta shohë tërësinë e qytetarëve si tërësi qytetarët e Kosovës pa bodallime etnike. Ne duhet të ikemi si thua kurthave etnike. Shteti dhe qeveria duhet cilët për gjithë qytetarët njësoj, pavarësisht përkatësisë etnike. Ne duhet me tepër të interesohemi për të kryer obligimet tona si qytetarë, si institucione karshi qytetarit Kosovës. Ndërsa problemet ose sinjalet që na vijnë nga Beogradi, edhe ato nuk duhet a priori të themi neve nuk na intereson çka mendon Beogradi. Neve duhet na interesoj shumë çka mendon Beogradi, sepse ne do të bisedojmë me Beogradin. Nesër, domethënë në Vjenë, duhet të shkojmë të bisedojmë me Beogradin, nuk kemi me bisedu me Bangladeshin. Prandaj duhet na interesoj çka thot Beogradi, duhet na interesoj kur shon në grupin negociator në pjesën e Beogradit, se në fundit edhe nesër kemi pasur ku ishit e parë Serbinë me cilën duhet të zhvillojmë edhe marrëdhëniet kulturore, edhe marrëdhëniet ekonomike, po para se gjithash duhet kemi parasysh se ne këtu e kemi një minoritet serb që Beogradi ka të drejta legjitime për të interesuar për të drejtat e këtij komuniteti këtu dhe njëkohësisht ne duhet ta përdorim këtë komunitet si urë për bashkëpunime dhe integrime rajonale. Prandaj, unë jam udhëtari i asaj që me shumë kujdes të shihen zhvillimet në Beograd, me shumë seriozitet të mirë përgatitja që është i bërë Beogradi bisedimeve, se nuk do të jenë bisedime të lehta, me cilat është futur delegacioni ynë, jo vetëm shiqoni delegacionin e ndërtuar të Beogradit. Aty është një shkollë politike nacionaliste, e cila nuk do të hek dorë let, do të paraqes pengesa në procesin e definimit të statusit ose në procesin e ndërtimit të shtetit të Kosovës, duke marrë nga presidenti i Serbisë Boris Tadići, pasaj Kushtunica, Sandra Ivić, Rashković e bija Jovana Rashkovicit, ju kujtohet Jovana Rashković në vitin 1990 që ka ngritur kryengritjen e serbëve në Kroaci, e deri te Dušan Batakovići që është një nga ideologët e kantonizimit të Kosovës, të porositur nga Kisha Serbe dhe Akademia e Shkencave të Serbisë, e deri te Aleksandr Simići, i cili ka bërë planin e fundit të decentralizimit që është projekt që do të bisedohet në Vjenë,
Dhe më thënë, duhet këta njerëz mirë të analizohen dhe të shihen se me kënë kënë biseduar. Mendoj që Kosova dhe institucionet tona këtu nuk duhet jenë komode, sillen komode, po të mlidhen ekspert më të mirë këtij vendi. Pavarësisht a janë të partive politike, as janë partive politike, pavarësisht ata a janë atë grup negociator, as janë grup negociator, pavarësisht a janë dytë një parti, a tretë një parti, aty duhet që njerëz të cilët janë ekspert dhe dinë në mënyrën më të mirë të mundshme për të mbrojtur interesat e Kosovës. Pse po tham interesat e Kosovës? Për arsye se neve na duhet sot luftojmë në negociata për të ndërtuar një shtet funksional. Neve nuk na duhet një shtet si Bosnia. Një shtet i cili nuk funksionon, një shtet i dështuar. Unë e di dhe jam i bindur që Bashkia Ndërkombëtare nuk është interesuar për të ndërtuar shtete dështuar në Kosovë. Mirë, po para së gjithash, ne duhet jemi ata që duhet luftojmë që në këto negociata të minimizojmë obligimet që duhet i merr nesër shteti jashtë Kosovës. Dhe kjo mund bëhet nëse njerëz atë janë me kompetencë, flasin dhe punojnë në negociatat që na presin. Këtë kuadër, si e çmoni ju punën e ekipit negociatorët të Kosovës dhe çka pritni ju nga ky proces? Nuk e dini, unë tani e marrë prej atjet ku kam qenë, domethënë prej Hagës, edhe unë më tepër po flas për fenomene se sa për raste konkrete. Është mirë që është një grup i tillë negociator, ai në fundit e ka, është reflektimi i votës qytetarëve të Kosovës, është grup i zgjedhur nga vetë institucioni i Kosovës, në këtë rast parlamenti. Unë dua të them veç dy gjëra në përgjithësi për pa u futur në hollësi të funksionimit këto do të shohim se si do të funksionojnë tarë me grupi negociator, po dua të them një gjë. Grupi negociator i Kosovës një gjë për mendimin tim duhet ta ketë qartë. Me dumaj qershor 1999, populli i Kosovës e ka kryer atë që duhet ta kryej. Merita pse Kosova sot do këtu është merit e popullit të Kosovës edhe e ndihmës që na ka dhënë komuniteti ndërkombëtar. Prandaj, unë mendoj që grupi negociator i Kosovës nuk duhet të shtyhet se kush ka me nënshkru përpara atje pavarësinë, kush do të jetë i pari, kush i dyti. Kur farë merita ata nuk kanë nënshkrim me pavarësisë. Ata kanë përgjegjësi. Është rrezik. Domethënë ata më tepër duhet ta shohin që kanë një përgjegjësi që aja që realisht është ta formalizojnë. Dhe sa më mirë dalin nga ato negociata. Unë duhet ta them një gjë. Nga qershori 99-s, ne si klasë politike e kemi vonuar procesin e pavarësisë Kosovës nga gabimet tona. Dhe e dini që kemi pasur shime dhe gabime, hezitime në çështje të ndryshme. Qysh në mbrojtjen e drejtave të minoriteteve, po edhe në vetë problemet që kemi pasur ne mes forcave politike, mungesa një uniteti të mes faktorit politik kosovar. Marrëdhëniet jo fort mira, shpesh të tensionuar mes faktorit politik e kanë dëmtuar ose kanë vonuar procesin e pavarësisë të Kosovës. Prandaj, grupi negociator nuk ka duke shkuar me nënshkruar pavarësinë e Kosovës si meritë e tyre. Ata kanë përgjegjësi. Ata çkado që marrin nën pavarësinë e Kosovës e përgjegjësi e tyre, sepse Kosova me 12 qershore ka përcaktuar fatin e saj. Ata sot e kanë për obligim që në negociata të sillen si bështetas, si njerëz shtet ndërtues, shtet formues, njerëz të cilës gjeneratës së ardhshme do t'ia lënë sa më pak obligimet të cilat mund kryhen. Grupi negociator mendoj që duhet ta ketë parasysh të merr obligime të cilat Kosova mund t'i përmbush dhe ketë parasysh të nënshkruaj ose të ndërtoj një shtet atje në bisedime të del Kosova si një shtet funksional, një shtet i cili mund funksionon e demokratik. Po sa janë në nivel të përgjegjësisë dhe të seriozitetit të përfaqësuesit të institucionit të Kosovës për ta bindur botën se ne meritojmë pavarësinë? Botën nuk mund ta bindin botën nuk mund ta bindin institucioni këtë rast individët në institucionet të Kosovës se meriton. Botën e ka bindur populli i Kosovës që është e meriton pavarësinë e Kosovës. Botën duhet ta bindim ndryshe, se jemi të gatshëm për të udhëhequr shtetin e Kosovës. Se kjo klasë politike duhet ta bind botën se ne si klasë politike jemi aq të pjekur sa jemi të gatshëm për të marrë obligimet ndërkombëtare, përgjegjësi ndërkombëtare, përgjegjësi të cilat do të reflektojnë stabilitet, përgjegjësi të cilat do të jenë në shërbim të gjithë qytetarëve të vendit, përgjegjësi të cilat do të jenë të gatshme për të ndërtuar, domethënë si obligime që janë të gatshme për të ndërtuar një shtet demokratik ku çdo qytetar i Kosovës do të jetë i barabartë para ligjit dhe unë shpresoj që në këtë drejtim këto institucione dhe vetë ne klasa politike e Kosovës do të arrijmë ta bindim faktorin ndërkombëtar se ne si klasë politike jemi të gatshëm për të kaluar një fazë tjetër në qeverisjen e vendit tonë ne vetë. Ndërsa se përket meritës,
faktori ndërkombëtar e mirë se populli i Kosovës e meriton pavarësinë, për ata dhe kemi sa deklarimet e tyre që duhet të respektohet vullneti i popullit të Kosovës. Mirë që nuk bazohet në klasën politike, po të bazohet në klasën politike nuk e di a kishim merituar ne pavarësinë e Kosovës. Më rëndësishme është që populli ynë e meriton. Ne si klasë politike nuk na duhet vazhdim më tepër përveç se të punojmë për të treguar, për të demonstruar pjekurinë tonë politike se jemi të gatshëm dhe jemi pjekur politikisht për ta udhëhequr atë shtet nesër. Me 20 të këtij muaji, pra të hënën në Vjen, bëhet takimi i përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës dhe atyre të Serbisë, ku do të bisedohet kryesisht për decentralizimin e pushtetit lokal në Kosovë. A keni parë ju këtë draft të Kosovës dhe do të mbështetni këtë draft? Nuk është çështje këtu mbështetjes ime personale, mbështetës apo si mbështetës, më rëndësi këtë draft e kanë bërë grupi politik dhe vetë grupi negociatori ka dhënë pëlqimin, ato janë reflektim i votit të qytetarëve të Kosovës, ata janë njerëz që nxjerrin nga institucionet e Kosovës dhe përgjegjësia është e tyre dhe ne duhet të shohim se si do të shkojë ky proces. Në takimin e mbrëmshëm pas tjerësh keni deklaruar se ushtria qëllimtare e Kosovës nuk ka luftuar për të robëruar të tjerët, për të angushtuar hapësirën të tjerëve as për të krijuar armiq, por për të krijuar një mjedis më të mirë për gjithë qytetarët e Kosovës, që duhen të jenë pjesë e shtetit sovran dhe të pavarur demokratik të Kosovës. Si e elaboroni më gjithësisht këtë tezë tuaj? Po kjo është një orë publike që din pothuaj ata të se dëshojnë ta dinë. Ne nuk kemi dalën jashtë Kosovës për të luftuar ose uzurpuar territoret huaja. Në tjetër ne asnjëherë s'kemi bërë luftë kundër civilëve këtu në Kosovë. Bile këtu ne thjesht është më së qartë, ne kemi luftuar kundër një regjimi të Asekovit Miloševićit. Ne kemi luftuar një regjim, kemi luftuar një sistem ushtarak o policor dhe politik i cili ka pas fund krye ka qenë shovinist. Një dhe dyta, ne kemi luftuar që njëherë të jemi shtet, të bëjmë shtetin tonë, se ka ardhur koha që edhe kosovarët dhe më shqiptarët e Kosovës dhe vetë Kosovat e qeverisë vetveten. Dhe këtu janë gjërat e qarta mendoj për secilin për ata që dëshirojnë të dinë. Mirë po, çfarë do tendence për të interpretuar në mënyrë tjetër, është e gabueshme dhe është e papranueshme dhe është e dëmshme për Kosovën. Ne çdo herë kemi ditë ta dallojmë qytetarin e thjeshtë të nacionalitetit tjetër nga politika, nga ata të cilët e kanë drejtuar dhe kanë pasur interesa ose objektiva tjera politike në Kosovë për të shfarosur një pjesë popullit tjetër. Prandaj ne kemi kundërvuar këtij regjimi shovinist i cili ka pasur qëllime të caktuar për ta shfarosur ose për ta mbajtur edhe me të okupuar këtë vend, dhe mendoj që Kosova kishte ndërtuar potencial të mjaftueshëm njerëzor, politik, intelektual, ekonomik që të qeveriset vetë dhe ta ketë shtetin e saj. Kjo ka qenë qëllimi dhe këtë qëllim nuk guxon askush ta kesh interpretoj, këtë qëllim nuk guxon askush ta kesh përdor, sepse ne nuk kemi luftuar për të pushtuar ose pasaj për të sunduar të tjerë këtu në Kosovë. Kjo luftë dhe kjo liri e Kosovës ka qenë dashur të jetë liri e të gjithëve dhe duhet të jetë liri për gjithë qytetarët e Kosovës. Ky shtet, nesër që do të krijohet, do të jetë shteti i gjithë qytetarëve të Kosovës. Këtu ne nuk kemi faj pse këtu jemi ne shumicë 95% shqiptar, po kjo është rregull dhe kjo duhet të reflektojë në shtetin e jashtëm të Kosovës. Mirë, po ne si shumicë nuk na jep drejt neve si 95% shqiptar se ne duhet sillemi një si çfarë sill Miloševići ndaj neve, ne të sillim ndaj të tjerëve, po ne duhet të japim shembullin se pasi që për herë të parë në historinë e Kosovës këtu ka rastin shumica të qeverisë. Po dhe shumica ka përgjegjësinë. Ne kemi rastin këtu të tregojmë humanitetin tonë. Njerëz të cilët dinë se çka është dhuna, njerëz të cilët dinë çka është okupimi, njerëz të cilët dinë çka është mos me shkuar në shkollë, mos me pas punë. E shumë mos të përmeni tjerë, njerëz që vritën fëmija në rrugë. Ne duhet ta demonstrojmë, të tregojmë se ne, shoqëria shumicë, shqiptarët e Kosovës, në këtë rast, janë të gatshëm që vlera demokratike, të mirat që do të na sjellë shteti i ri i Kosovës, të ndajnë dhe të participojnë me të gjitha grupet etnike që do të jetojnë në Kosovën e lirë, demokratike dhe të pavarur. Kjo duhet të demonstrohet nga të tjerët. Shqiptarët e Kosovës nuk guxojnë dhe nuk duhet të frigohen nga të tjerët. Nuk ka asnjë arsye. Unë e kam thënë, e tham në neja të mbyllura, do ta them edhe në televizion të Kosovës, rreziku për Kosovën nuk janë minoritetet. Nëse ka diçka rrezik për Kosovën, jemi ne shumica. Sjellja jonë e papërgjeshme do ta dëmtojnë procesin e Kosovës. Sjellja jonë jo në përputhshmëri me dokumentet e cilat ne vetë nxjerrim, me ligjet e cilat e kemi miratuar, do ta dëmtojë vetë Kosovën. Prandaj në këtë rast shumica ka dhe privilegj, po dhe ka përgjegjësi në ndërtimin e shtetit të ri demokratik të pavarur.
Çka mendoni pas statusit përfundimtar, do të pas njohjes së pavarësisë, a duhet të ketë ndonjë mbikëqyrje ndërkombëtare në Kosovë dhe çfarë niveli duhet të ketë? Çfarë pranie ndërkombëtare? Vizioni i Kosovës është ashtu siç është vizioni i gjitha shteteve në rajon, domethënë integrimet euroatlantike në Unionin Evropian. Prandaj është këtë normale që Unioni Evropian këtu të ketë një prezencë pas UNMIK-ut, një variant të ndryshme të cilat mund do të diskutohet nga alme se cilat do të jenë prezenca e Unionit Evropian. Unë besoj që Unioni Evropian do të ketë prezencën e saj këtu, prezencë e cilat do të ndihmoj Kosovën, institucionet e saj për të ecur sa më shpejt në përmbushjen e të gjitha obligimeve, sepse ne kemi shumë punë për të bërë, për të mujtë të realizojmë objektivat ose obligimet që shtrohen nga kërkesa që ka Unioni Evropian, nga Karta e Maastrichtit, Helsinkut dhe gjitha ato. Prandaj një variant e Unionit Evropian do të jetë në Kosovë si prezencë ndërkombëtare, duke shpresuar që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të tërhiqen pas largimit të UNMIK-ut, edhe ata do të kenë rolin e vet aktiv në procesin e funksionalizimit të shtetit të Kosovës, sepse pastaj do të futemi në këtë proces të funksionalizimit të shtetit të Kosovës. Prandaj mendoj që roli i komunitetit ndërkombëtar këtu do të jetë edhe në të ardhmen, po në çfarë kapaciteti, kjo shumë varet nga sjellja jonë. Pse nga sjellja jonë? Ne si klasë politike nuk mjafton vetëm të kërkojmë kompetenca. Ne duhet të tregojmë që jemi të aftë për t'i konsumuar të kompetenca. Shtrohet pyetja, a i ka konsumuar klasa politike e Kosovës gjitha kompetenca që ka pas deri më tani? Pse nuk krijohen ministrit, të cilat e din mirë Ministrinë e Rendit dhe Drejtësisë ka kohën që kemi kërkuar. Kjo duhet bëhet sa më shpejt të ndërtohen të ministri, të vazhdojnë. Zgjedhja ndër ministrat, si caktuar ndër ministrat. Po kjo është ajo që unë po them, duhet sa më shpejt të emërojnë ministrat, është e drejtë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, këtash edhe aleancës, ata në koalicion legjitim të ta kryejnë punën që duhet kryer, me qëllim që pastaj të kalojmë në faza të tjera në kërkimin e kompetencave të tjera. Me një fjalë, varet nga ne, si do dim qeverisim, si do të qeverisim. Sa kjo qeverisje do të jetë efektive, sa kjo qeverisje do të jetë transparente, sa kjo qeverisje do të jetë në shërbim të qytetarit. Thjesht, sa do të jetë qeverisja mirë, aq do të shihet e panevojshme prezenca ndërkombëtare në fushat caktuara. Në qoftë se ne bëjmë një qeverisje të keqe, në qoftë se bëjmë një qeverisje jo transparente, në qoftë se qytetarët e Kosovës nuk i kënaqen me atë qeverisje, normalisht këtu do të kesh një prezencë më të madhe ndërkombëtare, normalisht do të kesh kompetenca më të pakta, domethënë sepse nuk i gatshëm për t'i marrë ato të cilat dëshirojnë t'i kesh. Është tjetër diçka për të dëshiruar, është tjetër diçka për të pasur dhe për të futur në veprim dhe në funksion. Zoti Limaj, tash të kthehemi disa pyetje që kanë të bëjnë me partinë tuaj. Si e vlerësoni punën brenda PDK-s gjatë mungesës suaj? Dhe a mendoni se në kongresin e fundit të kësaj partie janë pritur reforma më të mëdha pozitive në këtë parti? Rreth kongresit, mendoj që nuk është e udhës unë të flasë, për shkak se unë s'kam qenë pjesëmarrës e atij kongresi, unë kam ardhur pas atyre zhvillimeve. Do të kemi pas rasti për cilin përmes mediave. Po ajo që ka qenë nëpër media kemi parë, megjithatë unë e shoh këto si një rrugë vetë Partinë Demokratike të Kosovës, po dhe procesin politik të Kosovës shoh si rrugë duke kaluar, duke shkuar çdo ditë më tepër për të bërë ndryshime në drejtime pozitive. Prandaj dhe zhvillimet në Partisë Demokratike shoh në drejtim, domethënë përpjekje për të shkuar në ndryshime pozitive, përpjekje për të gjetur një profilizim të saj, përpjekje për të bërë reforma që janë në përputhshmëri me kohën dhe me kërkesat dhe sfidat të cilat na presin ose sfidat që i paraqet koha. Prandaj unë nuk isha veçuar këtu diçka të veçantë për shkak se mungesa ime megjithatë nuk më jep të drejtë për të bërë vlerësime në të kaluarën në një mas të tillë çfarë mund t'ju të kërkoni, po ato që thash më herët është se unë shpresoj dhe besoj shumë në potencialin demokratik të kësaj partie, sepse e njoh këtë potencial demokratik, nuk është që është nga jashtë, po e di sepse ka marrë pjesë në ndërtimin e potencialit demokratik. Mirë po, besoj që me energji të reja, Partia Demokratike e Kosovës dhe ky potencial demokratik do të vjen shprehje, duke ofruar mundësi për të shfaqur idetë dhe iniciativat politike, duhet një kreativitet politik dhe një hapje e gjerë e mundësisë për të njerëz të cilët janë interesuar për të kontribuar me vizionet e tyre, me idetë e tyre, të afrohen dhe të kontribuojnë, sepse duke kontribuar në këto, ato futet një frymë politike e cila do t'i shërbejë vendit
dhe unë jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë në këtë ditim s'ka qenë rezervuar dhe jam i bindur që nuk do të jetë edhe tani që njerëzit që kanë ide, kanë vizione për të ardhmen e vendit, do gjejnë vend dhe do gjejnë shprehje në kuadrat e Partisë Demokratike të Kosovës me sfidat që na presin. Në Kosovë deri tani mbajt 4 palë zgjedhje dhe në këto zgjedhje partia juaj nuk ka arritur rezultatet e duhura. A keni analizuar mirë shkaqet e kësaj gjendje? Pse nuk i keni fituar zgjedhjet? Po sigurisht ka pas analizat të ndryshme rreth asaj që ju pyetni. Përsëri këto dua në këto zgjedhjet e fundit unë nuk dua të futem për shkak se nuk kam qenë në protagonistë të tyre, mund të flas për zgjedhjet e kaluara, nuk janë shumë faktorë që ndikojnë dhe kanë mund të ndikojnë në procesin zgjedhor dhe vetë rezultatet. Një gjë duhet ta kemi të qartë sot jemi në rrethana të tjera, rrethana shumë relaksuese, kanë qenë edhe vitin e kaluar rrethonat edhe zgjedhjet e kaluara më relaksuese. Klasa politike e Kosovës është pjekur, secili nga një hap duhet ta ndërtojmë rrugën e përbashkët. Të gjithë e dimë se çka na pret dhe çka duhet të bërë. Unë mendoj që në këtë kuadër Partia Demokratike e Kosovës shpresoj që edhe nga zgjedhjet e fundit kanë nxjerrë përfundimet e saj, analizat e saj sepse ka ardhur në rezultat i cili nuk e kënaq Partinë Demokratike të Kosovës sepse Partia Demokratike e Kosovës është në skenën politike për të udhëhequr vendin, domethënë për të fituar, dhe kjo është një objektiv i saj, së bashku edhe me latë të tjerë, po unë shpresoj që në proceset e ardhshme, me sjelljen e saj Partia Demokratike, me veprimin e saj politik të konstruktiv, të ndërgjegjshëm në shërbim të vendit dhe me vizionin e saj, me iniciativat e saj do të gjej më shumë përkras, do të gjej më shumë idhtar, do të gjej njerëz të cilët do ta kuptojnë vizionin e vetë Partisë Demokratike të Kosovës, do të kuptojnë qëllimet e saj politike. Për ta kuptuar qytetarët këto, duhet vetë Partia Demokratike mekanizmet e saj politike të ofrojnë qytetarit. Sepse duke ofruar qytetarit, duke shpjeguar, duke sqaruar, paraqitur ideat për çka në realitet i dëshirojnë të bëjnë, unë jam i bindur që njerëzit do të dinë dhe do ta gjejnë veten në kuadër këtij vizioni politik. Çka mendoni, a keni ndonjë vizion të ri për të dinamizuar jetën politike dhe institucionale në Kosovë? Dhe si mendoni të realizoni këtë vizion? Unë e di që shumë njerëz presin, po një gjë do ta kemi të qartë. Nuk kemi një shkop magjik që mund të ndryshojnë gjërat me njerë, po as një individ, një individ sa do i ditur me qenë është e pamundur për të bërë vetë diçka, sidomos në këtë rast. Unë mendoj që ka ardhur koha në Kosovë ne të mos veprojmë individualisht. Jo çdo gjë të varet në individin. Ka ardhur koha për punë ekipore. Kur fola pak më herët, neve sot na duhet njerëz që kanë qëllime dhe ide ndërtuese. Pavarësisht çfarë grup politik i takojnë. Ata njerëz duhet të afrohen dhe të punojnë në mënyrë ekipore. Kosovës sot i duhet një strukturë politike në nivel Kosove, po edhe brenda partisë politike, një punë ekipore, sepse vetëm me punë ekipore mund të ndërtohen, mund të quhen proceset përpara, mund të reformohen partitë politike. Partia Demokratike e Kosovës, e unë shpresoj edhe parti tjera politike, ka nevojë për reforma demokratike, çdo herë ka nevojë për reforma. Çdo herë ka nevojë për të ofruar mundësi të rive, njerëzve të cilët janë të interesuar për të paraqitur vizionin e tij. Njeriu një herë vjen në partinë tënde, nëse nuk e gjan vetin, nëse nuk e afron mundësinë që ai të kontribuojë, të paraqes idetë e tij në mënyrë të hapur. Dhe ato të mirën seriozisht, të studiohen dhe të sheh ato ide se dikun po realizohen, ata largohen nga organizimi. Prandaj mendoj që ne këtu duhet ta lymroni që t'i afrojmë atij qytetarit edhe t'i afrojmë mundësinë që ai të merr pjesë drejt për drejt në procesin e ndërtimit të politikës brenda partisë. Në këtë rast qytetari po flas edhe të klasë tjetër. Ju shiqoni sot Kosova ka një pjesë të madhe të elitës intelektuale e cila është mbetur jashtë proceseve politike në Kosovë, që është jashtëzakonisht e dëmshme për Kosovën. Nuk gëzon dhe nuk mund të lejohet elita politike e Kosovës, elita intelektuale e Kosovës të jetë jashtë proceseve politike në Kosovë. Ku është shkaqja? Para se gjithash është detyrë e jona, e politikës, e klasës politike që ata njerëz t'i ofrojnë. Doktorin e shkencave politike ose ekspertin e çështjeve të caktuara, mos prit se ai nuk vjen të troket. Nëse ke nevojë, ti duhet ta ftosh, ti duhet ta thrasësh, ti duhet t'i afrosh mundësinë për të dhënë idetë e tij. Ai ka të gatshëm ato. Ne jemi ata që duhet të ofrojmë atyre njerëzve. Ne jemi ata që aty t'i japim mundësinë, hapësirën
për të dhënë kontributin e tij, se në fundit ajo është i gatshëm, ai ka qenë i gatshëm gjithmonë për të dhënë për këtë vend. Mirë, po duhet të krijohen hapësira demokratike. Nëse nuk i bëm hapësirë këtyre njerëzve, atëherë neve na vjen njerëz të paaftën në krye dhe krijohet një lloj, nuk dua të them, më mirë ju e dini zhvillimet e tanishme në Kosovë, vetë qytetarët i dinë. Po nëse nuk i jep hapësirë këtyre njerëzve, kësaj elite intelektuale që nuk është e vogël në Kosovë, për në gjitha fushat ne kemi njerëz mjaftueshëm të cilët mund dhe duhet të jenë barës të proceseve të ndërtimit të shtetit Kosovës. Pa ata njerëz, atëherë na dalin njerëz të tjerë të cilët... Çka mendoni ju, kanë hapësirë mirë? Ai krijon kushtet për të... Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ka bërë orvatje, ka ftuar, ka bërë ftesa në drejtim të mendoj të këtij fokus grupi, po në shpresoj që kjo do të vazhdon. Unë e di një gjë që politika e Partisë Demokratike të Kosovës do të shkojë në këtë drejtim dhe jam i sigurt që ata njerëz që janë dhe vetë partia do të shkojë të ofroj hapësirë ose sepse ka nevojë vetë interesi kësaj partie është që të ofrojë njerëz të tillë rreth vetësh në shërbim të vendit dhe të partisë. Unë besoj që në Partinë Demokratike të Kosovës do të ketë hapësira të mjaftueshme për njerëz të tillë. 3 vite nuk keni qenë në Kosovë, tash jeni kthyer. Si shihni, a ka ndryshime të mëdha në Kosovë, krahasim me para 3 vitesh? A janë bërë hapa pozitiv në shumë lëmi? Padyshim, nga koha kur jam shkuar aty ka ndryshime, padyshim që ka ndryshime pozitive, ka ndryshime të cilat mund të shihen, po ka edhe stagnime. Po më shumë ndryshime pozitive ka më tepër nga iniciativat individuale dhe private të njerëzve. Nëse mund të shihet, për mua nuk ka ndryshim ndërtimin i shtëpije, nuk është ndryshim as ndërtimin i qendrës tregtare. Ndryshime duhet të shihen në substanca, ka ndryshime. Unë dua me keqardhje dhe fatkeqësisht nuk është ndryshime të mëdha në substancë, domethënë në drejtim të kapaciteteve të cilat do të barasin barrën e ndërtimit të shtetit Kosovës. Në gjë duhet ta kemi qartë. Shqetësimi sa di klasës politike, një pjesë klasës politike duhet jetë çka pas pavarësisë Kosovës. Si do të funksionojë ky shtet? Si do ta ndërtojmë ky shtet? A do të jetë ky shtet funksional? A do të jetë një shtet mafioz? A do të jetë një shtet i krimit? A do të jetë një shtet ku me parë bën çka do? Blen kundush me parë? Dhe praktikisht 90% e popullit nuk ka mundësi ta bëjnë gjë të tillë. Siç këtu është një rrezik, ashtu siç po na quajnë rajoni. Domethënë në këtë rast propaganda serbe Banana Republik. Cili është qëllimi? Cili është orientimi? Cili është plani strategjik? Nesër pasi të fitohet pavarësia, në mëngjes çka duhet bëjnë kosovarët? Çka do të bëjnë institucionet tona, kapacitetet tona ekonomike? A mund Kosova sa ta mbajë veten në këtë gjendje të tillë që energjetike e ekonomike? Mendoj që këtu duhet angazhimi konkret sot i ekspertëve tonë, i klasës tonë politike e ekonomike, duhet të orientohet në këtë drejtim çka pas pavarësisë, sepse ajo do të vijë. Po pavarësia nuk të jep me hangër, thonë fjalë popullore. Ajo duhet punohet, pavarësia ndërtohet nga qytetari. Qeveria, Kuvendi i Kosovës, institucionet e tjera, çfarë përpjekjesh po bëjnë që të ndërtojnë më vërtet një strukturë të institucioneve demokratike, të cilat do të dëshmojnë se janë të afta të udhëheqin këtë shoqëri dhe të integrojnë strukturat euroatlantike? Ne jemi një shoqëri e re. Ne është një fakt e cilën ne duhet ta themi rregullisht. Ne jemi një shoqëri e re, ne nuk kemi përvojë shtetërore. Ne po ndërtojmë shtet, po dhe po mësojmë. E rëndësishme o mirë, shumë e rëndësishme është që ne si politikanë të themi edhe kur nuk dim, do të themi nuk dim të mësojmë. Është shumë e rëndësishme me thonë nuk muj me kry këtë punë të cilë nuk e din. Është shumë e rëndësishme me thonë do t'jap dorëheqje. Këtu është mirë rëndësi që të ndërtohet institucioni i dorëheqjes. Do të instalohet institucioni i dorëheqjes. Në qoftë sepse institucioni i dorëheqjes kjo është një nga shtyllat e demokracisë. Prandaj nuk është marrë me thonë nuk di. Nuk është marrë me thonë dorëheqje kur e shet që nuk shkojnë puna. Dhe nuk është marrë me thonë se ne jemi në tri në ndërtimin e shtetit Kosovës. Ne kemi ndoshta njerëz tonë skenë politike kanë ka 60 vjet, 70 vjet, po politika nuk motet me vite sovjetiki ose sa stazh kin politik. Aja motet me rezultate politike dhe veprimet politike që ke bërë. Prandaj në këtë drejtim ne duhet marrim eksperiencat e njerëzve të tjerë.
Kujt? Këtë rast faktorin ndërkombëtar duhet t'ia shfrytëzojmë të gjitha përvojat pozitive në shërbim. Në shërbim, ta fusim në shërbim të vendit tonë. Edhe një gjë duhet ta them, që mendoj është me rëndësi. Qytetarit të Kosovës duhet t'i shkojë porosia, po jo porosi me llafe, po duhet thotë se edhe atyre të cilët kanë gjepat plot. Në Kosovë nuk mund blehet gjithçka. Ka diçka në Kosovë që s'blehet me pare. Qytetarit të Kosovës, klasa politike ka obligim këtë mesazh t'ia çaj. Jo më thonë se në paq pare punë kryen gjitha punë. Jo. Punë nuk mund kryen me pare jashtë ligjit. Punë kryen vetëm nëse brenda ligjit. Çka është jashtë ligjore nuk mund kryhet. Jo. Tjetra mendoj që qytetarëve të Kosovës duhet të shkohet edhe mesazh tjetër. Në politikë duhet ketë moral. Në qoftë se ne vazhdojmë ta hupim besimin të qytetarëve të Kosovës, se si dalin televizion politikanë aty për e dim çka ka më thon rran. Kjo është një dëmshme për procesin e vendit. Kjo është e dëmshme edhe për ata politikanë ndershëm që mundohen me bëu diçka mirë për vendin e tyre. Dhe mendoj që këtu duhet dalin gjërat të fliten ashtu siç janë. Këto mesazhe duhet t'ju shkojnë atyre biznesmenëve, në thojza, të cilët janë në Krim, se në Kosovë nuk i me mujt me bletë gjithçka. Se ka njerëz këtu që dojnë vendin më shumë se sa parë. Dhe ti që ki bë atë biznes në forma të ndryshme nuk i me mujt mos sill si dush këtu. Këtu ka ligj, ka rregull. Para atij ligjit rregullat janë të gjithë qytetarët të barabartë. Mos harrojmë. Parolla, askush mbi ligjin këtu është jo që përdor më të madhe. Sot kem shumë djem që janë për burgje, po ka shumë kriminal që janë për rrugë. Djem që kanë fituar lirinë, djem që kanë dhënë gjakse lirie, sot mbeten në për burgjet e Kosovës. Këtu po dëshmohet në proceset gjyqësore se çka po ndodh. Mbahen njerëz 3-4 vjet, 2 vjet në burgje, lëshohen, mbahen ende të lidhen në një farfije se gjëja po rifillon procese ku ta dione. Ndërsa, në anën tjetër, kriminalet të cilët janë duke e gryer, duke vjedhur, duke plashkitur këtë vend, sillen rrugëve të Kosovës. Bile, t'ju nderu, siç ka thënë Gjergj Fishta ka ardhur koha, hajna vlahpera zotni duhet më thonë. Këtë kohë ne duhet të demonstrojmë pjesa ndershme që është shumica e Kosovës. Pjesa që do këtë vend, që është shumica e Kosovës, që ka dhënë çdo gjë për këtë vend, për këtë shtet, duhet t'ju themi, t'ju tregojmë vendin ku e kanë këta kriminalë. Dhe unë personalisht mendoj, kjo ajo gjëja që më shumti më irriton. Unë shpresoj që dhe jam shumë i bindur se nëse ne këtë të bëjmë, atëherë atë klasë intelektuale ne mund ta angazhojmë. Atëherë nëse kjo është hapësira që duhet të krijohet klasë intelektuale, duhet të thotë atij profesori që ka 300 euro, ose atij arsimtari, atij mësuesi, se ti je vlerë për Kosovën, ti je vlera e Kosovës. Jo e kriminali që shet drogë me miliona dhe që shetitet me automobile luksos. Ata duhet kapur dhe ai t'i ofrohet hapësirë për të dhënë kontributi për t'i respektuar ato që ka bërë për 16 vite për këtë vend, ose 17 vite, atëherë proceset në vendit tonë do të shkojnë ndryshe. Unë nuk dua që fëmia im të rritet në një shtet mafioz. Unë ndoshta gaboj, koncepti jam është ky. Ma lehtë është të jetohet në një shtet të okupuar, vendi i okupuar, se sa të jetojnë në një shtet mafioz, sepse mafia mund të futet në shtëpi. Jo dini, na kemi qenë në Serbi, po të pak në familje s'ka mund me na hi Serbia. Po sot mafia dhe shteti, krimi organizuar na futet në shtëpi, nëse pa bën fëmijën tëm kriminal. Edhe ata e futin krim, e futin korrupsion, e futin në drogë, e futin gjëra të cilat këto dukuri që po na paraqiten sot shoqërinë tonë. Prandaj mendoj që këto gjëra duhet të thonë hapur. Ti harrojmë një fjalor politik përmend që mësohet si vjersha. Me qytetarën e Kosovës duhet litet me gjuhën që e merr vesh, me shqetësimet që ballafaqon qytetari i Kosovës. Dhe unë ftoj, sidomos i ftoj politikanët, edhe analistët, ose pseudoanalistët, të cilët jam i sigurt që më shpesh kanë shkuar në Shkup, sesa që kanë dalë jashtë Prishtinës, le të shkojnë, le të vizitojnë familjet tona nëpër provinca, nëpër komuna, të shohin se çfarë gjendje jetojnë. Unë e kuptoj që duhet të kur tipet ndihma në rastin që ka dhënë minoriteti serb mas ngjarjeve të Marsit. Ajo është diçka që ne kemi bërë vetë dhe duhet të ndihmohet atyre njerëzve. Po për një gjë, qeveria duhet ta ketë parasysh se ka dhe shumë pjesë tjera qytetarëve që duhet shkohet me edhe aty të mbarohet një shtëpi ose të jepet një ndihmë. Kemi familje dëshmore, kryeministri i Kosovës duhet shkojnë në një familje dëshmore, një familje rast social, te një familje pensionerë me ndihmu.
sepse kjo tjetër mbitet pastaj mbetet si lloj propagande. Veprimi politik. Qeverisja e vendit nuk duhet bëhet propagandë, po të bëhet qeverisja e mirëfill e vendit tonë. Unë shpresoj që në këtë drejtim ne duhet të reflektojmë ndryshe. Është koha dhe momenti për të reflektuar drejt dhe ndryshe, jo për të bërë qefin e të tjerëve, po për atën që duhet bërë. Nuk mendoj që i shkon në shërbim të Kosovës në qoftë se ne mbesimi vetëm në deklarata për të bërë qefet të faktorit ndërkombëtar. Po duhet bëjmë punë konkrete në përditshmëri. Komunikimi, unë nuk e di se kam qenë këtu, ju e dini më mirë, pa nga që kam përcjell nga media. Ngjarjet e Monosit janë edhe si rezultat i shkputjes së komunikimit institucional me popullin. Ne kemi përvoja të kaluara dhe ne e dim që çdo herë kur udhëheqja është shkputur nga shqetësimet, nga nevojat dhe nga kërkesat e qytetarit, ajo udhëheqje ose është larguar, ose është prodhu krizë, sikur që erë ngjarjet e Marsit. Unë këtu e shoh shkakun kryesor e ngjarjeve të Marsit, sepse institucionet tona janë treguar të shurta me shqetësimet e qytetarëve, me shqetësimet e përditshme të qytetarëve. Unë dëshiroj që ne si klasë politike të jemi mbrana shqetësimit të qytetarëve. Ato shqetësime të qytetarëve të mirëmi, të zgjidhemi. Nuk është të thonë se ne mund të zgjidhim gjitha, ne nuk mund të zgjidhim. Njerëzit tonë e dinë. Më letë në arsyetojnë qytetarët tonë se sa ne vetën ata dinë çka mund të bëjmë dhe çka s'mund të bëjmë. Po ata duhet të shohin se ne po mirëmi me problemet e tyre konkrete. Besoj që kjo frymë duhet të filloj një herë për gjithmonë të reflektoj të klasa politike, të partitë politike. A mendoni se mund të ecet përpara me këto dukuri negative, me korrupsion, me nepotizëm dhe dukuri tjera devijante që janë pranishme për shoqërinë tonë? Jo, kjo është një gjë që duhet ta shqetësoj këtë shoqëri. Për ata thash më herë, nuk kam të më shqetësuar statusi final i Kosovës. Mo të më shqetësu kjo. Domethënë, nëse këtu krijohet kjo praktikë, nëse këtu arrihet, që thash më herë, ai kush ka parë mund të bëjë çdo gjë, atëherë Kosova ka një fat pa qartë. Dhe në këtë drejtim unë i ftoj institucionet hetimore. Institucionet hetimore i ftoj. Mos të ndërpresin hetimet me vendime politike. Një, dhe dyta, mos të fillojnë hetime me vendime politike. Po të lejojnë organet hetimore lirshëm le të bëjnë punën e tyre. Ashtu si që bën një çdo vend demokratik. E jo me vendime politike të drejtohet ku duhet të hetuar dhe ku s'duhet të hetuar. Sepse kjo na dëmton procesin e vendit, e dëmton procesin demokratik, e dëmton shoqërinë tonë. Në të kohë, atyre njerëzve, në këtë rast sot, gjykata dhe prokuroria. Ata njerëz duhet sigurohen, ata njerëz duhet përkrahen, ata njerëz duhet mbështeten në të gjitha format që ta kryejnë detyrën e tyre. Ata asnjëherë s'kan me kry detyrën e tyre në qoftë se krimi organizuar është futur edhe aty ku s'duhet. Aty, do të thonë brenda institucioneve. Por në qoftë se krimi na futet brenda institucioneve, atëherë dështon një sistem i tërësishëm. Nuk dëshiroj dhe nuk dëshon asnjë qytetar i Kosovës ta sheh që institucionet e saj të kriminalizohen. Ky është rreziku që ne nuk guxojmë ta lejojmë, nuk guxojmë të na ndodhë këtë gjë. Dhe në këtë drejtim duhet luftojmë. Jo me komisione ad hoc, po duke filluar nga institucionet. Standardet që janë paraqitur nga faktori ndërkombëtar duhet fillojnë zbatohen nga ministrit, nga vetë parlamenti, nga qeverit, nga partitë politike. Nuk mund të kërkoni nga qytetari thjesht të plotësojë standardin, sepse ai shkreti s'ka asgjë në dorë. Ai do të jetojë, do të funksionojë ashtu siç drejton organi lokal atje deri te organi qendrore. Ato standarde duhet mas pari nga ministrat, nga qeveria, nga partitë politike dhe institucionet tjera. Ne duhet sillemi në bazë atyre standarde, të respektojmë dhe pastaj reflektojmë pozitivisht të qytetarët tonë. Unë shpresoj që kjo frymë, kjo logjik do të fillojë të funksionojë në Kosovë. Edhe mos kursehet asnjë i cili është implikuar në krime dhe korrupsion. Jo në emër politikës, për hir të politikës ose për hir të një deklarate të mirë ose për hir të një veprimi politik të kursejnë njerëz. Ata të cilët janë të zhytur në korrupsion, krim, ata nuk duhet kursejnë, sepse ata janë të vjedhën ndjersën e këtij popullit. Kushdo që të jetë. Ju keni vizituar disa familje të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës UÇK-s. Si keni parë ata jetojnë në kushte shumë të mjerueshme. Çka duhet bëjnë institucionet tona drejtim të përmirësimit të pozitës së tyre të përgjithshme? Gjendjen e tyre e dim gati të tash të gjithë, po këto po mbesin konstatime. Urnoni
dilni dhe shiqoni. Televizioni ju e shpesheri ka bërë publika të gjitha. Po ke ka met vetëm dhe aty, dhe në media. Dora e qeverisë, dora shtetit duhet të ndihet ata njerëz. Një projekt ligj ose ligj që është miratuar, shpresoj që ky ligj do të rregullojë problemet e tyre. Mos harani, ushtari UÇK-s nuk ka nevojë për limosh. As në rast social nuk është ushtari UÇK-s. As familja dëshmorit. Ajo është obligim i shoqërisë kosovare. Ne, si shoqëri kosovare, kemi obligim ndaj tyre. Jo ata më na shtin dorën. Ata kanë shtin dorën vendit vet. Kur ka qenë nevojë kanë dhënë vendit. Ne kemi obligim si shoqëri këto kategori njerëzore tani si obligim për ta pasur ato që meritojnë. Nëse kur gjë tjetër, t'ia ruajmë krenarinë atyre djemve, atyre familjeve, fëmijëve tyre. Prandaj shpresoj që tash me miratimin e këtij ligji përfundimisht do të fillojë për kujdesja institucionale e këtyre kategorive që të thatë kanë vizituar disa familje që janë jashtëzakonisht në një gjendje tepër tronë ekonomike dhe tash po dëshmohet ajo se shenë qartë se çka në vërtetë ushtari i vërtetë ushtrisë shqiptar të Kosovës çfarë kushte jeton. Tash po shihet uzurpimet se çka në bën 2000-2001 me 2 apo 3 vetë ose 2-3 komandanta, të cilët më thoj za komandantat të cilët e kanë shfrytzuar emrin e luftës, kanë bërë gjëra, po jo ushtari. Janë me mija djem që sot janë nuk kanë askund të sistemuar, askund nuk janë të punësuar, kanë një gjendje katastrofale në familjet e tyre, nuk kanë ku të jetojnë, s'kanë shtëpi. Prandaj mendoj që kjo në këtë drejtim nuk institucioni jonë duhet t'i afrohet. Para sa ka mundësi, përsëri po them, njerëzit tonë e din sa ka mundësi kjo qeveri edhe vendi ynë për t'i ndihmuar. Ne nuk kemi mundësi se buxheti i Kosovës është sa ka klubi i Barcelonës. Ato 600 milionë s'kem kaq shkym. Mirë, po nëse çat buxhet që dha që i vogël i gjumi ton me vjedh, atë s'më të kurrë për ata njerëz. Çato që kemi të administrojmë ashtu si duhet. Shpresoj që tash me këtë projekt ligj ose me këtë ligj do të fillojnë për kujdesa institucionale edhe që ashtu kështu është evaluar. I lutem veç deli shqyrçani krahasi se çfarë sjellje kanë pasur ndaj shlyftarëve tyre në Bosnjë Hercegovinë. Po në fundit edhe vetë Serbibre, që e cila ka humbur luftën, kështu që çfarë për kujdesi kanë. Besa këta njerëz që s'kan kërkuar kurrë pikë këtij vendit. E meritojnë të paktën një respekt ndryshe. Unë më di, edhe këtu përsëri vjen shprehje vetë qytetari. Ata njerëz janë të mëdhtë qytetarë të Kosovës, mendima personale, mërgjimtarë tonë të cilët i kemi reje për një kohë gjatë vazhdojnë përsëri të ndihmojnë familjeve të dëshmorëve, invalidëve, kështu dhe ashtu mbahen jetë ashtu siç mbahet. Mirë po këtu tash duhet ata njerëz po kërkojnë ndihmë nga institucioni se kanë luftuar për me pas shtetin dhe dëshirojnë për kujdesë shtetërore, jo solidaritet kur ti ki mundësi me i dërgu diçka një ndihmë, jo si limosh. Por nuk ka veç këto kategori, ne dëshojmë me kategori tjera, shoqëni kategoritë e pensionerëve. Unë kam shkuar, kam thënë zotin Rasim Domi, ndjes pas kryetarët e pensionerëve. Kur erdha isha në vizitë te shoqata atyre dhe treguan rreth 30.000 pensionerë, pres 3 vjet derisa më kthy kanë vdekur. Dhe si kanë vdekur? Ata meritojnë një pleqëri fund të jetës të dinjitetshme. Jo meritojnë, po ata kanë paguar për një pleqëri tyre të dinjitetshme. Dhe ne edhe aty, ata e din fuqinë dhe kapacitetin tonë. Mirë po, ato çka dojnë, nuk e dojnë si lemosh, e dojnë si diçka që e kanë dhënë vetë me kontribut. Se në fundi këtë çka kemi sot këtu, është investimi i tyre. Tani të kthehemi në çështje tjetër. Cili është roli i mediave në këtë fazë të rëndësishme në cilën po kalon vendi ynë? Sa janë ato transparente dhe në shërbim të interesave të qytetarëve të Kosovës? Roli i medias, unë mendoj që roli i medias në këtë hapësirë demokratike që në këto proces që kalon Kosova shumë tepër i rëndësishëm. Televizioni publik, këtë televizion ku jemi ne sot, është për mua është institucion. Si institucion demokratik, si institucion, si pjesë e institucioneve tjera të Kosovës të cilat e kanë barrën kryesore të ndërtimit të shtetit dhe atë shtet që pedojmë. Ato fenomenet që përmenda unë janë pikërisht punë që duhet bëjnë nga ky televizion për t'i zbardhur, për t'i paraqitur këto qëndrime. Unë mendoj që televizioni publik, në këtë rast radio televizioni i Kosovës, duhet të jetë shërbim qytetarit. Jo në shërbim të grupacionit, jo në shërbim të një elite të ngushtë të Prishtinës ose të Gjakovës ose ku ta diun, po duhet të jetë komplet në shërbim të qytetarit. Rujtja, ky televizion është dritarja e qytetarëve të Kosovës.
Ky ka obligim të jetë në shërbimin e qytetarëve të Kosovës. Ky duhet të jetë edukative, kulturore e të gjitha ato që janë në shërbim të njerëzve tanë, për shkak se ne e paguajmë këtë televizion. Ky është i joni. Televizioni privat ka një filozofi tjetër, komerciale, është një televizion, por televizioni publik i Kosovës, ne si qytetar duhet ta ruajmë këtë televizion publik, por njëkohësisht televizioni publik duhet të jetë në shërbim të qytetarit. Prandaj edhe në përgjithësi mediat, mendoj që kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në zbardhjen e këtyre fenomeneve, në korrigjimin e politikës, në korrigjimin e veprimeve tona politike, sepse ne gabojmë, po media është ajo që na korrigjon. Media është ajo që nuk na le për të harruar, hap tema të cilat ne pastaj duhet të shtyjmë me dy tjerë. Në institucione. Shpresoj që në këtë drejtim komunikimi i medias me politikën dhe me qytetarinë duhet fushihet pikërisht në këtë rrugë, në drejtim të bërjes se një shoqëri demokratike, një shoqëri e cila ndërton dhe respekton vlera dhe lufton antivlerat. Unë mendoj që mediat në Kosovë, kushdo që ik shmangët nga këto vlera, ose futën në ato fenomene negative, nuk duhet të kursejnë, pa marrë parasysh çfarë bindje politike ka. Fenomenet negative nuk duhet kursejnë. Kushdo që mbran aty në fenomene negative ja paft hajrin. Gazetarët i kanë shpallur personalitet të vitit, konkretisht klubi i gazetarëve Beqir Mesliu në Gjilan. Si e vlerësoni ju këtë mirënjohje këtë fasë? Për mua është një nder i madh që më kanë bërë klubi i gazetarëve në Gjilan. Nder i madh për vetë faktin që ka ardhur nga një shtresë e njerëzve të cilët janë korrigjuesit e asaj që po them politikës, janë hapësit e proceseve në politikë, në vetë politikën dhe në jetën e Kosovës. Prandaj unë kam qenë nderuar me vetë faktin që më ka ardhur nga një çmim nga një asociacion i tillë, dhe shpresoj që komunikimi im edhe me atë klub, po edhe me gazetarën në tërësi do të jetë komunikim transparent i hapur dhe në shërbim të përbashkët. Politikani dhe gazetari ka diçka të përbashkët. Interesin për t'ia servuar informacionit ai, për t'ia servuar lexuesit e tij, ndërsa politikani qytetarit ose votuesit e tij. Dhe lufta është e dyjanshme, domethënë interesi është i dyjanshëm që ajo informacion të jetë sa më drejt, sa më sinqert dhe sa më shpejt shkojë te votuesi ose lexuesi ose shiqësi vetë gazetare. Ju gjithmonë keni mbështetur iniciativat e të rinjve dhe po ashtu ata ju kanë mbështetur të rinjt, ju kanë mbështetur gjithmonë në aktivitetet juaja politike. A më të vërisin rinia Kosovës në realizimin e reforma konkrete në skenën politike kosovare me vizionin tuaj të qartë? Unë mendoj që Kosova vlerën më të madhe që ka sot është faktori njeri, resurset njerëzore. Prandaj edhe ne si klasë politike, si institucione, këtu duhet jetë investimi i parë. Ne duhet të investojmë në njerëz tanë. E vetmi shpëtimi ynë është për të hesër dhe për të mujtë, sa do pak të afrohemi atyre që kanë hesër me shekuj para nesh, është nëse investojmë në gjeneratën e re, atu në faktorin njeri. Duke investuar në faktorin njeri, në të rinjtë tanë, ne investojmë në të ardhmen e këtij vendit, në të ardhmen e të kuptuarit, në të ardhmen e të menduarit, në të ardhmen e të jetuarit jetës më të mirë në Kosovë, sepse nga njeri bën çdo gjë. Dhe në këtë drejtim Kosova ka këtë përparësi. Kosova e ka një numër, domethënë një pjesë më të madhe të popullatës së saj, gjenerate e re, e cila është e etur për të pasur mundësi edhe për të punuar, edhe për të studiuar, por mbi gjitha për të marrë përgjegjësi. Ne kemi një rini të përgjithshme. Ne kemi një rini e cila piqet me fjalë popullore para kohë, për faktin se është në rrethana jashtëzakonisht vështira jeton. Po nëse kësaj rinie nuk i ofrohet perspektiva, nëse kjo rini nuk e sheh objektivin nga ku është ardhmja e saj, nesër do të ndodhë ajo që po ndodh. Kurdo që të ofrohet mundësia, largohet nga Kosova. Ikja e trurit nga Kosova është rreziku që do të na vijë, unë mendoj këtu që do të ballafaqohemi me këto 2-3 vite të ardhshme. Mundësitë e largimit nga Kosova tek trurit janë jashtëzakonisht të mëdha, dhe ashtu janë larguar shumë. Prandaj ne duhet shpejt të bëjmë programe strategjike që talentet, njerëz tanë, t'i shkollojmë, po t'i kthejmë në vendin tonë për të shërbyer, për të punuar në Kosovë, t'i krijojmë hapësira për të punuar ata në Kosovë, për të investuar në Kosovë dhe pastaj nga puna, nga aktivitetet e tyre krijojnë hapësira edhe për të tjerët, për gjeneratat që vijnë.
këtë rast, unë dua të them edhe një gjë, që ndoshta nuk lidhet drejt për drejt me pyetjen e juaj. Ju lutem, deri me tani ka mund të bëhet një gjë krejt e thjeshtë për sportin kosovar. Ka mund sporti kosovar të jetë në arenën ndërkombëtare. Mund nuk ka askush se nuk mbin që s'ka mund sporti kosovar të paktën 2 vite fundit të jetë në arenën ndërkombëtare. Po nuk mundet sportin kosovar ta bëjnë vetëm federatat e shkreta. Ta shtyjnë këtë çështje në drejtime të tjera. Kjo është çështje politike. Kjo duhet argumentohet. Pse është e nevojshme që Kosova, klubet e kosovarë të dalin në arenën ndërkombëtare? Sepse kjo rini e izoluar në këtë mënyrë kthehet në një depresion. Ne edhe ashtu s'kem punë, ne ashtu s'kem perspektivë. Domethënë gjitha ata talentet sot po na mbesin. Kosova është një oazë e izoluar. Kem nevojë për hapje, kem nevojë për komunikime rajonale, kem nevojë për ndërlidhje rajonale e evropiane. Prandaj, edhe në këtë drejtim, po delshim me disa argumente të shëndosha, sigurisht që klubet kosovare, edhe të basketbollit, po pse jo të futbollit, qysh më do të ishin në arenë ndërkombëtare. Unë këto për plas sepse kam biseduar edhe me disa ndërkombëtarë që kam pas rastin këto 2 muajt e fundit që temë të cilën e kam hapur me ta kanë thënë që kjo gjë ka mund të bëhet ndoshta vitin e kaluar. Pa marrë parasysh flamuri se flamuri klubi nuk ka nevojë me pas flamurin e shtetit për klub. Prishtina ka flamurin e vet. Ashtu edhe drita e Gjelanit, Dukagjini, IPS e Trepça. Po mendoj që në këtë drejtim nganjëherë po më duket që gjërat po ju shkojmë ashtu çka po na del në rrugë. Duhet ta kemi një projekt, një strategji të qartë për si të shkohet për gjëra më të lehta, që neve na duket dikujt I duhet asgjë sporti, po shumë I rëndësishëm ose segment shumë I rëndësishëm kultura për rinin, kultura. Dikush kulturën se përmend sepse është çështje që ndoshta s'ka shumë të ndera. Zoti Lima, edhe një pyetje në fund, zgjedhjet e re lokale dhe ato në nivel qendror nuk janë shumë larg. Jo mbrëm thatë se pas zgjedhjeve të tashme Partia Demokratike e Kosovës do t'i ashtri dorën opozitës së re që do të krijohet. Çka do thotë kjo? Kjo është filozofia politike që duhet të mbretërojë në Kosovë. Kjo do të thotë që të jesh në opozitë nuk do të thotë që ti nuk të jesh në opozitë nuk do të thotë që duhet përjashtohesh se tash unë kam pushtetin dhe unë bëj me çka do. Sepse bili këtë rast opozita në vende demokratike me sa di unë, opozita është një gati thuaj është një lloj pushteti për pushtetin. Do të thonë është respektohet jashtëzakonisht shumë nga pushteti, por respektohet edhe nga opinioni kritik, këtu më ngel masa kritike. Do të thotë që nëse pozit do t'ja shtim dorën për gjitha projektet me rëndësi nacionale. Me rëndësi për qytetarën e Kosovës. T'ja shtim dorën opozite për ta dëgjuar mendimin e opozite, po jo vetëm për ta dëgjuar, por të marrë çdo amandament në ligjet e caktuara që janë në shërbim të vendit, duhet të mirën. Këto duhet largohen energjitë negative. Nuk duhet shiqohet kush po propozon, I cilës parti propozoi një vendim, po duhet shiqohet se çka po propozon, edhe sa është në shërbim të qytetarit. Pozitën këtë rast, dhe sa e ndihmon në qoftë nga opozita vinë propozime, projekt ligje që janë në shërbim qytetarit, sepse ajo ndihmon me bëj qeverisjen e mirë, se nxjerr një ligj të mirë që e mbështet qytetarit dhe këta veç sa ja shton rejtingun pozitës. Prandaj ideja është këtu që të jesh në pozitë nuk do të thotë që ki të drejtën ekskluzive të bësh çka dush me Kosovën. Jo. Të jesh në pozitë, ki përgjegjësinë më të madhe, po jo e vetmja, sepse ki edhe një opozitë e cila ka një elektorat që duhet ta respektosh, që duhet t'ja ndëgjosh mendimet, të jesh e durueshme. Pozita duhet të jetë e durueshme karshi opozitës. Nganjëherë të bëjë lëshime, nganjëherë të I përbin gjërat sepse nga pozicioni që je e ki për obligim ta ndëgjosh sepse opozita është korrigjuese e pozitës apo e pushtetit. Dhe kjo ka qenë filozofia që mendoj që duhet të shtrihet në tërësinë Kosovë, edhe në formë mënyrë kjo krijon edhe hapësinë për të komunikuar dhe bashkëpunuar liderët ose faktorët politik të gjitha partive bashkë njëra me tjetrën. Zotëri Fatmir Limaj, ju falenderojmë shumë për këtë intervistë ekskluzive për Radio Televizionin e Kosovës dhe një herësh ju dëshirojmë suksese në skenën politike kosovare. Faleminderit. Shikues të nderuar, mirëpafshim në emisionet e tjera.